shtyn negociatat. Po pse i nuk ndërhyu Amerika. Pse i shtyn Trumpi negociatat? Pse i shtyn negociatat? Trumpi logjikën, du logjikën tënde. E flasim, por tjetër është dal nga Anglia këtu. Dua logjikën tënde vëlla. Se nuk kam fare të bëj me Anglinë aty. Logjika ime pse Trumpi shtyu negociatat është sepse po fiton kohë afati parë që Trumpi po fiton kohë se s'ka kohë. 2 ditë afati parë që Trumpi vendosi prej 2 ditëve është afat falso. Është afat falso për shkaktuar presion mbi Iranin. Është thjesht taktik negociueshe. Dhe ç'a bëri? Kjo është Irani shpreu dëshira për negociat. Bëri presionin aq sa mundeshë. Kjo është. Dhe më pas tha sepse Irani i kërkoi Amerikës kohë. Të cilat burime e ke gjetur? Irani i kërkoi Amerikës kohë. Po, këto e thon mediat amerikane. Sepse të dyja përgënjeshtrojnë njëra tjetrën në vllak. Kjo është pyetja ime. Irani thotë jo, ne nuk duam negociata, do vazhdojmë luftën. Amerika thotë Irani do negociata. Është si punë atyre bokserëve, mbarojnë neshjen edhe të dy. Irani do kohë, thash. Jo negociata, kohë. Kërkoi kohë. Për çfarë? Jo detyrimisht negociata. Për negociatat kërkoi kohë. Dhe kjo është diçka pozitive në aspektin diplomatik. Të kërkosh kohë. Pa nuk je i vendosur në atë që po bën. Kërkon kohë për ta rimenduar, do të thotë ka hapësirë për negociat. Tani, nëse Trumpi nuk do i shtynte këto afate dhe do të qëndrojmë të afatit 2 ditor, Anglia do të kishte ushtrinë e saj në Hormuz. Me gjithë Amerikën dhe 20 kusur vende që ju bashkuan. Sigurisht jo të gjitha u bashkuan për të marrë pjesë ushtarakisht, një pjesë do të ndihmonin në mënyra indirekte. Është e vërtet kjo pjesë, por prap kemi një pjesë konsiderueshme të vendeve të Europës, Australi, Amerikë që do të ndërhynin ushtarakisht, por u shtyn ditët. Pra, ranë dakord, pranuan. Kishme dhe vende si Spanja, që kanë dalë totalisht kundër dhe nga krau tjetër, po të thash, pasojat për Spanjën nuk kemi parë ende. Do i shohim se çfarë do të ndodhë me Spanjën, sepse është pak më e vetme se të tjerat në sjelljen që po bën. Është pak e rrezikshme kjo lojë për ta, duke qenë kaq vetëm. Po të futet Anglia dhe Gjermania me të në sjellje, ndryshon komplet klima. Po sot për sot nuk e shoh Spanjën që po bën një lojë shumë të zgjuar. Deri tani. Ky është realiteti. Realiteti është evident që Trump, edhe pse mori votat që donte, e shtyu afatin. Nëse Trump do shtynte afatin 2 ditorësh dhe vendet që bashkuar nuk do i bashkoheshin. Kur ti ke gjithë generalet e ushtrive të tjerat janë bashkuar ty. Dhe ti do me fitu një luftë vëlla. Pse kur i ke mbledhur të gjithë generalet ti do me fitu ko? Për negociat. Për çfarë negociatet? Cilat negociatet? Po se kjo luftë është e kushtueshme. Ajo nëse ajo do të ndodhte, do ta përkeqësonte shumë luftën. Do të ishte ekstremisht. Është e kushtueshme. Është e kushtueshme. Se edhe pa vetë e përgjigjen. Është e kushtueshme që ta fitojë Amerika luftën me Iranin në zotëri. Është shumë e kushtueshme. Nuk e fiton dot për shkak të kostove që ka. Sepse goditen 2 milion euro raketa dhe ta hedh poshtë një 15.000 eurosh. Një antiraketor 15.000 euro. Pra ti dërton 2 milion dollar një raket për sulm dhe kjo raketa jote 2 milion dollarëshe asgjësohet nga një antiraketor që bën 15.000 euro. Bën sa një Porsche i përdorur. Ku është valuta këtu? Ku është interesi? Prandaj ata janë të humbur vëlla. Amerika do ta krijojë den që po bën negociata sepse do me bë biznes. Do me nda 2 milion dollarëshin tarifat që vendos Irani, thot 1 milion dollar unë, 1 milion dollar ti. Ushtarakisht, ja ku po ta them këtu, në datën 27 mars, në qoftë se ushtarakisht NATO, vendet amerikane, shtetet e Amerikës dhe aleatët e veta, në qoftë se hyn në territorin iranian me këmsori, neve do përgatitemi të flasim për një luftë të dytë të Vietnamit. E ke deklarat publike. Me këmsori nuk e pres. Ashtu po flitet.
5 ditë të kohë që ka kërkuar Trumpi është se po mbledh që po prevalon ideja e ndërhyrjes ushtarake me këmbësori nga territori në formë toksore. Me këmbësori apo thjesht në detare formë toksore, për të liruar? Në formë toksore. Po pse? Se si Trumpi ka për t'i kaluar vargmalet Zargos, atë e di vetëm Trumpi dhe generalet e tij. Jo, pse është kjo? Se nga deti e kuptojmë për të liruar bllokimin, po me këmbësore për ku? Për çfarë? Për të futur Për në çfarë target? Iran, për të marrë bazat vetashe. QT. Me ajër, thoshen neve i shkatruam të gjithë. Nga ajeri s'po çajnë dot, se po i godasin antiraketorët. Një dron Bayraktara, kush e di çfarë dron është kinez, ka marrë nga Irani nga Kina. Të godet luftaniet që bëjnë na 2 miliard dollar, 3 miliard dollar. S'po hyn dot as aty se ka shumë kosto. Hajde tani do futemi ushtarakisht. Ushtarakisht, Ja, nuk e konsideroj shumë të, nuk do Pak hyj rëndësi në ka. këmbësor. pak rëndësi ka çka konsiderojnë në të dy. Rëndësi ka që çka kuptojmë neve pas kësaj konsiderate. Ajo që kuptojmë në të dy nga pas kësaj konsiderate është që kur konsiderohet opsioni më pak i vlefshëm në skem, i bie që dy opsionet e para më të vlefshme kanë rënë vëlla, nuk kanë realizuar, a kupton dot? A kupton shpenin? Të kuptoj. E kuptoj logjikën. Kanë dështuar nga ajri, po tentojnë nga një mënyrë tjetër thua. Se po mos kishin dështuar, ti Do kishe kishte rënë regjimi dhe do kishte kishte rënë mbaruar regjimi, gjëja. E kuptoj. do ishte hapur ngushtica e gjitha me radhë. Të gjitha ato negociata janë totalisht fars, janë blerje kohe në opinionin Aty është bërë më keq. Është bërë më keq sepse Irani tregoi diçka vëlla. Irani tregoi diçka që është shtet bastard, si çdo shtet tjetër, si çdo politik tjetër. Biem dakord që shtetet gënjejnë të gjitha. A biem dakord për këtë? Po. Shtetet Po, gënjejnë të dakord. gjitha. Atëherë, mbi këtë lloj parimi, Irani na tregoi që këtu nuk e rrezon dot regjimin sepse regjimi nuk është i krijuar ashtu siç krijojnë regjimet e tjera. Është ideologji fetare, është akoma shumë herë më e fuqishme. Ata janë një, si të mund ta bëjmë paralelizmin me vikingët. Jo në aspektin kulturor dhe fetar, po në aspektin e konceptit luftës ose të vdekshmërisë. Vikingët kërkonin, e quanin në rënien në betejë Valhallën, beteja Valhallës, vala e Valhallës, që do shkojmë si heronj në jetën e mtejshme, ndërkohë që iranianët aty brenda mendojnë se po bien shahid, po martirizohen, do ikin direkt në parajs. Edhe i është bërë një lavazh truri 40 vjeçar, Është e vërtetë. që hajde t'ja heqësh ti nga menja atë lavazh truri aty, që ti thua o vlla, po përdore shkot, mish për top. E ka të stakuar këtu ai, vdiq generali, vendoset zvendës generali. Vdiq zvendës generali, vendoset zvendësit. Është i përgatitur vlla. Sepse ka një popullsi të gjithën të mobilizuar dhe të lavazhuar nga truri për revolucionin. Revolucionin në është të quajtur islamik. Dhe ky është realiteti. Edhe njëherë si njëherë, Amerika humbi një luftë tjetër. Por kësaj radhe është bërë ashiqare fare që për llogarit Izraelit. Dhe ky është realiteti. Amerika e ka humbur atë luftë. Nuk e di spekulimi bursave e gjitha me radhë ç'a interesi ekonomik ka Amerika te kjo, sepse aty bëhet korrupsioni pa parë me tregtimin e armëve dhe me këto fabrikat e përpunimit dhe prodhimit të armëve, që janë me kontrata shtetërore. Vetë Trumpi ka quar në gjykat këta që bënin korrupsion për tregtimin e armëve. Pra, kjo lloj marrje kohe për negociatat, më duket e pa kuptim sepse Irani nga ana tjetër thotë jo vlla, ne nuk kemi fare, na kanë sulmuar 2 herë, na kanë vrarë liderat tan, ne s'kemi fare për negociata, jemi për luftë.
të hapur. Amerika thot, unë mblodha Tedin shpendin gjithë. Do të thënë llogaritë e kështu marr plak, që ta kuptojnë dhe njerëzit shumë shkurt. Të thrasun ty në telefon, Tedi më ka rënë qaf, merr Edin, po marr Mandin, po marr Buçin, do ikin të rrafim X-in. Kur vemi atje do ju them juve, shikoni vëlla se unë me këtë lash pas 3 ditës se po flasim. Ka logjik jo? Jo. Pikërisht pra, si shtu ka logjik kjo, nuk ka se si të ketë logjik të marrësh 28 vende, do sulmojmë, po shikoni tani se kemi çik negociata neve, po firmën tuaj e kemi. Nuk e dim nëse vendet nuk e kanë ditur apo jo. Vendet nuk e kanë ditur. Unë ditë të vetëm një gjë vëlla që po unë nisën në shtrit të rebelojnë ato në qoftë se ti e kthem pas. Mbase nuk do të kthehen pas. Pra nuk e dim a do të kthehen pas apo jo. Mbase mbarojnë ditët edhe shkojmë për të liruar që do jetë e kushtueshme thash. Atë nuk e dim ende dot. Nuk e di çfarë ka Amerika në mendje, po unë gjë që e kam më të paqartë është si nisi kjo. Pra pse duhet niste kjo? Nuk e kupton domethënë ç'ide kishte të niste kjo lloj gjëje.